Sot, po ashtu kujtojmë ndërojmë njënën prej figurave më të shquara të ushtrisë lirimtare të Kosovës, komandant Begrizën, po ashtu Mirsadin, i cili ishte një prej luftarëve më të devotshëm të luftës sonë, Gjafën dhe shumë bashkëluftarë tjerë, të cilët ranë në Kumaneu me datën 10 maj. Kujtojmë ndërojmë po ashtu bashkëluftarët e tyre, të cilët i mbjetuan kësaj betejë të përgjithshme. Ne kur nuk do t'i harrojmë përpjekjet e tyre në luftën e Kosovës, që nga fillim vitit 98 e deri në çlirimin e plot. Pra kushdo që e ka njohur Begrizën, pak ka beteja në Dugaxhen që nuk ishte ndi pushka e tina. Pak ka beteja në Dugaxhen që nuk ishte ndi pushka bashkëluftëtarëve të tij, tashmë dëshmor. Ne sot po ashtu kujtojmë edhe rapsodin e mirënjohur Lan Dobra, i cili ranë përpjekje për t'i tërhekur bashkëluftarët e tij, trupat e vëllezërve Musleu nga Shatej. Do t'i kujtojmë të gjithë ata që ranë për lirinë e Kosovës në çdo rrethon dhe në çdo kohë. I përjetshëm qoftë kujtimi për ta, lavdi gjithë të ranëve për atë.